20 nëntor. 5 arsye pse vdekja është fitim. Sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit fitim. Filipianëve 1:21. Si është vdekja fitim? Para, shpirtrat tanë do të bëhen të përsosur. Hebrejve 12:22-23. Por ju afruat malit Sion, të qytetit të Perëndisë së gjallë, Jeruzalemit qellor, edhe morisë së engjëjve, kuvendit të përgjithshëm dhe kishës së të parlindurve që janë shkruar në qiej, dhe të Perëndisë, gjykatësit të të gjithëve, dhe frymrave të të drejtëve që u bën të përsosur. Nuk do të ketë më mëkat në ne. Do të kemi mbaruar punë me luftën e brendshme, si dhe me shgënjimet shpirtësoptuese të ofendimit të Zotit, që na deshi dhe e dha veten e tij për ne. E dyta, ne do të çlirohemi nga dhimbja e kësaj bote. Luka 16:24-25. Gëzimi i ringjalljes nuk do të jetë akoma gëzimi ynë, por gëzimi i lirisë nga dhimbja do të jetë i yni. Jezusi tregon historinë e Lazarit dhe pasanikut për të treguar për mbysjen e madhe që do të vijë pas vdekjes. Atëherë ai bërtiti dhe tha: "O Atë Abraham, ki mëshirë për mua dhe dërgoje Lazarin të lag majën e gishtit të vet në ujë, që të më freskoj gjuhën, sepse po vuajt merrsisht në këtë flak." Por Abrahami tha: "O birë, kujto se ti I ke marrë të mirat e tua gjatë jetës sate, po ashtu Lazari të këqijat, ndërsa tashti ai po përdëllehet këtu dhe ti vuan." E treta, neve do të na jepet një prehje e thellë në shpirtin ton. Zbulesa 6:9-11. Do të përjetojmë një qetësi në syrin dhe kujdesin e Perëndisë, e cila ja kalon çdo gjëje që kemi njohur këtu mbi tokë, gjatë mbrëmjes më të këndshme verore apo buzë liçenit më të qetë në çastet tona më të lumtura. Pash në altar shpirtrat e atyre që ishin therrur për shkak të fjalës së Perëndisë dhe për shkak të dëshmisë që kishin, dhe ata bërtitën me zë të madh duke thënë: "Deri kur, o Zotëri, o I shenjtë dhe I vërtet, nuk gjykon dhe nuk merr hak për gjakun ton nga ata që banojnë mbi dhe. Dhe secilit ju dhan petka të bardha dhe ju thanë që të preheshin ende për pak kohë." E katërta, ne do të përjetojmë një ndjesi të thellë se jemi në shtëpi. E 2 Korintasve 5:8. Por ne kemi zemër dhe na parapëlqen më tepër ta lëmë trupin dhe të shkojmë të banojmë pranë Zotit. Të gjithë njerëzimin e ka pushtuar malli për të qenë në shtëpi me Perëndin, madje pa e ditur. Kur të shkojmë në shtëpitë e Krishti, do të përjetojmë një kënaqësi që ja kalon çdo ndjesi e sigurie dhe paqeje që kemi përjetuar ndonjëherë. E pesta, ne do të jemi me Krishtin. Filipianëve 1:21-23. Krishti është më I mrekullueshëm se kushdo tjetër mbi tokë. Ai është më I urtë, më I fortë dhe më I mirë se kushdo me të cilin kënaqeni të kaloni kohë. Krishti është pafundësisht interesant. Ai e di saktësisht se çfarë të bëjë dhe çfarë të thotë në çdo çast për t'i bërë miqtë e tij sa më të gëzuar që të jetë e mundur. Krishti është I tej mbushur me dashuri dhe me një urtësi të pafundme për mënyrën se si mund ta përdorë atë dashuri dhe për t'i bërë njerëzit e tij të dashur të ndihen kështu. Prandaj Pali thotë: "Sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit fitim. Por në qoftë se të jetuarit në mish bën që puna ime të sjellë fryt, atëherë nuk di ç'të zgjedh, sepse unë jam I shtrënguar nga të dyja. Kam dëshirë të ndahem dhe të jem bashkë me Krishtin, shumë herë më mirë."